këtij vizioni që ofron Partia Demokratike. Në qarë, pra nuk mjaftojmë në këto pjesët e rritjeve të kësaj apo të asaj. Ka diçka tjetër që është në thelb thonë jote. Një parti domethënë mund të ofrojë rritje pensionesh, rritje pagash. Mund të thotë ne do bëjmë të pavarur energjetikisht Shqipërinë, siç kopjoi prap zoti Rama dje programin e Partisë Demokratike për energjinë. Po do duhet të shpjegosh shqiptarëve pse. Pse ja mungon në të gjithë këto propozime. Sepse nuk është një shtyse, ndryshe do ishte një forcë e djathtë Partia Socialiste, në qoftë se do e kuptonte dhe në qoftë se do e besonte vërtet pse janë të gjithë këto elemente të ndryshme në programin e Partisë Demokratike. Është si një puzzle i cili kur bashkohet, kur plotësohet, nxjerr një figurë të caktuar, nxjerr një mesazh të caktuar. Dhe programi i Partisë Demokratike nuk janë thjesht disa propozime që janë hedhur në letër për t'i thënë për hir të fushatës elektorale, por janë të bazuara në një doktrinë të caktuar, janë të bazuara në një filozofi të caktuar, janë të gjithë elementet e një puzzle që bëjnë filozofinë e Partisë Demokratike. Propozimet e paketës së emergjencës, propozimet për ekonominë, janë të bazuara mbi një botkuptim të caktuar për ekonominë. Një konservator nuk mund ta lejojë që borxhi publik të rritet pafund dhe të kthehet në bar për brezat e ardhshëm. Pse? Sepse konservatori e shikon veten e vet si një gardian, si një ruajtës të atyre pasurive që kemi ne sot, dhe të brezave të rinj, për t'u lënë këto pasuri më mirë se ç'i gjetën, ose këtë vend, këtë komb më mirë se ç'i gjetën brezave të ardhshëm, për të mos u lënë brezave të ardhshëm një bar, siç është borxhi publik, dhe nga kjo buron filozofia e uljes së borxhit. Një konservator që do qeverinë e vogël nuk e do thjesht si një slogan, por beson se parat janë më mirë të përdorura në xhepin e qytetarit, sepse janë parat e tij, ndërsa një burokrat, një politikan, një funksionar është një i punësuar i qytetarit. Qytetari në momentin që nuk mund t'i marrë vetë të gjitha vendimet për çdo lloj gjëje, i delegon disa kompetenca tek të zgjedhurit e vet. Dhe të zgjedhurit e vet, të paktën anën konservatore, trajtojnë këtë si gjën më të shenjtë që ndodh këtë delegim, sepse është një delegim i përkohshëm i të drejtave të çdo qytetari shqiptar. Dhe në këtë aspekt përpiqet që të gjejë mënyrën më të mirë që të përdori këtë besim që qytetarët i kanë dhënë. Dhe ndaj përpiqet që të ulit gjithë këto shpenzimet e tepërta qeveritare dhe këto para që mbledh t'i shpenzojë në mënyrën më efektive, më efikase. Dhe t'ia kthejë më pas qytetarëve si vepra publike, si të mira publike etj. Me radhë. Por besimi ynë si të djathtë është që qytetari është ai që di t'i përdori më mirë paratë e tij. Ka të drejtën e plotë që t'i përdori paratë e tij më së miri. Është sektori privat i cili është motori zhvillues i një ekonomie. Dhe duke qenë se është sektori privat, sektori shtetëror nuk mund të zëri të gjithë hapësirën ose pjesën më të madhe të hapësirës në ekonomi. Nuk mund t'i marrë sektori publik të gjitha vendimet, por vepron më mirë tregu, që është institucioni më demokratik sepse ka një numër jashtëzakonisht të madh individësh që marrin vendime dhe që dalin në atë që është vendimi më oportun, më i drejtë. Dhe kjo gjë ndodh më mirë se sa të vendosen disa burokratë në një zyrë. Pra janë një mori gjërash, është ndaj e thash, është një botkuptim, është një bashkësi vlerash, parimesh e tjerë, të cilat më pas prodhojnë këto politika, këto programe që propozon Partia Demokratike. Dhe nëse nuk e ke këtë botkuptim, është e kohë të marrësh dhe të kopjosh disa programe, sepse as nuk do dish, ose disa propozime, as nuk do dish t'i shpjegosh dhe as nuk do kuptosh vlerën atyre. Dhe unë mendoj qytetarët shqiptar janë mjaft të zgjuar të kuptojnë diferencën mes atij që e ka në mënyrë genuine sepse e beson dhe dikujt tjetër që i vjedh këto premtime sepse janë në fundit premtimet më të mira, duke qenë se ai vet nuk ka premtime të vetat dhe s'ka çfarë të premtoj, bëhet kopje e Partisë Demokratike. Dalemi te disa pika, për shembull çështja e rritjes